Në rajonin e Korçës, këtë vit prodhimi i mollës vlerësohet si një ndër më cilësorët e viteve të fundit. Fermerët e zonës bëjnë me dije se këtë vit ka pasur një rendiment të kënaqshëm dhe fruta me shije të plotë, aromë karakteristike dhe standarde të larta tregtimi. Ndryshe nga perceptimi se pamja e jashtme perfekte është treguesi i cilësisë, specialistët e fushës theksojnë se vlerat ushqyese dhe shija autentike janë elementi që përcakton produktin e mirë. Këtë e konfirmojnë dhe konsumatorët në tregjet e qytetit, të cilët shprehen se molla e këtij sezoni dallohet për freskinë dhe ëmbëlsinë natyrale. Sipas tyre preferenca po shkon gjithnjë më shumë drejt produkteve vendase. Zogjesh bio, e do mollën Korça. Se s'marrë mollë nga Berati, nga Lushia. E konsumoni shpesh si frut? Po, për mollë ka marrë edhe unë. Marrë. Cilin kultivar përqeni më shumë? Është e jeshile se ne jemi moshë e kaluar, kalojmë nga to, nuk i marrim temra, vetëm si tafta, për nga diabeti, nga sëmundje që kemi. Të mira, shumë të mira. Ju i konsumoni shpesh? E konsumojmë. Cilat pëlqeni më shumë, cilin kultivar? Më ashtu për diabet, për ashtu është raneta. Qikësit të majoshe kështu, ato përdorim ne. Prodhuesit e mollës në Korçë theksojnë se investimet në teknika më të mira kultivimi dhe kontroll më të kujdesshëm agronomik kanë dhënë rezultat, duke sjellë në treg një mollë që konkuron denjësisht dhe në tregjet e huaja.